Përshëndetje, mi mbrëma të dashur teleshikues në emisionin e Marta Sportive këtu në RTS Gjirokastra. Luftëtari më së fundi ja ka dalë të marrë një barazim të vlefshëm në Orikum, teksa nuk ka shkuar më shumë se 0-0, por një barazim që e çon atë me këmbën e djathtë drejt kategorisë së parë. Pasi ka marrë një barazim të vlefshëm ndaj skuadrës pretendente për të ngjitur në kategorinë e parë. Për të folur sot për takimin mes Orikut dhe Luftëtarit, kam në studio mjeshtin e merituar të sportit Dori Kalluci, ishte trajneri i Luftëtarit, ishte futbollisti i Luftëtarit, si dhe vëzhguesin Pajtim Goxho, mi brava mi skenardo. Profesor Dori, barazim 0-0, barazim që ka vlerë për vetë pozitat që kishte Luftëtari përballë Orikumit apo jo. Cili është mendimi juaj për takimin që ju keni ndjekur dje? Është një lloj resto e fazës së parë, e cila edhe këtu në Gjirokastra kishte dalë 0-0, duke mos bërë të mundur atë të fitonin brenda në qytetin e tyre. Ata bën të pamundur aty në Orik, që në kushtet normale, domethënë është më e vështirë të marrësh pikët në Orikum se sa Orikumin të vi të marrin në Gjirokastër. Ata e kanë më të lehtë. Megjithatë, ekipi edhe si dëgjuam se mundësit nuk e kishin që ta... Dhe si e do që më në rritë sociale? Që ta shikonin tamam, kanë luajtur më mirë ekipi ynë. Dhe me të drejtë, domethënë ne jemi ashtu siç thatë dhe juve, domethënë 99.99 ne jemi me këmbë dur drejt ne jemi të futur në kategorinë të parë, një 0-0 1% i bie të kenë shans ata. Vetëse në qoftë se bëhet siç kemi dëgjuar që mund të hapi portën me Maliaj e të bëjnë ata 100 gola. Profesor, kjo nuk është, më falë që ndryj, nuk është me të dëgjuar. Kjo është çfarë mund të ndodhi në fushë, por një rezultat i tillë do të jetë surprizë. Pa, jo nuk mund të ndodhi, është, domethënë, s'ka ndodhur. Nuk ka ndodhur, kështu që nuk e besoj. Por gjithnjë që Luftëtari të fitoj këtu përballë Shkumirit, apo jo? Megjithatë, këtu duhet të dalë. Unë do thosha që këta ekipi ynë, ashtu siç ka qenë serioze dhe ka luajtur mirë, domethënë në gjithë këto ndeshje 20 ndeshje më duket sa ka bërë. Mirë është që këtë ta ndeshjen me Peqinin ta quaj si një ndeshje tamam finale, ta marrin seriozisht dhe ta fitojnë ndeshjen vet. Pastaj tjetër gjë se 21 ndeshje kalon Luftëtari, 22 mbyllet faza. Kështu që mirë është ata të shikojnë ndeshjen e radhës së tyre dhe t'ja japin këtë mundësi qytetit Gjirokastrës ta çojnë në kategori të parë se e ka merituar tërkohën me historinë që ka, me futbollin që ka luajtur. Është e vërtetë që fanella e Luftëtarit është si fanellat e ekipeve të tjera të Superligës, është fanellë e rëndë, sepse ka bërë histori. Dori, sot është data 1 prill apo jo? Nuk e thash në fillim të emisionit, po dua ta them tashmë. Ju sot keni ditëlindjen, festonin 74 vjetorin. Po, është e vërtetë. Pra atë që keni dhënë për Luftëtarin, të keni dhe 174 vite të tjera. Faleminderit, është e vërtetë. Tani si ndihesh me këtë Luftëtar, nëse gjithmonë hipotetike, por shanset janë thuajse nuk e di, 90% që Luftëtarit të shkojnë nuk e di tek të tjerët, unë për vetë time këtë vit i kam ndjekur nga larg, kuptohet se jam në Tiranë, po kam qenë shumë i interesuar që të futem në kategori të parë. Ndoshta është nostalgjia e viteve të shkuara, dëshira për ta parë Gjirokastrën aty ku ka qenë, ndoshta do të vi prapë. Në majën e futbollit shqiptar. Po, patjetër. Ne shpresojmë se do të vi një ditë. Pajtim, ju keni atë detyrën tuaj si vëzhgues do Federatës Shqiptare të Futbollit, ka rënë në rastit të jesh në disa takime, Luftëtari këtu patjetër që ke ndjekur. Ky luftëtar ndaj Orikumit tregoi forcën e vërtet, cilësinë, karakterin e tij. Unë dua të shtoj, Tomi, sepse që në fillim të kampionatit të grupi B, ku bën pjesë dhe Luftëtari, që në fillim të kampionatit u pan kush do ishte skuadra pretendente. Kështu që doli Luftëtari, ekipi qytetit tonë edhe Orikumi i Vlorës. Siç që kalendarit dhe siç u bë kampionati Korrës dytë, unë e kam thënë që është një kampionat i fortë.
pavarësisht se është niveli i dobët në krahasim me dy kategoritë e tjera, po që dhe ekipet të dobta në thonjza në letër të hapin punë në kategorinë e dytë. Është futbolli pak më i ashpër. Për kujtes, unë do të thoja takimin me Maliqi dhe takimin me Delvinë këtu, ku luftëtari në Delvinë nuk shkoi më shumë se barazimi 0-0 dhe jam i bindur që regjia do të jetë e vëmendshme të japi pamje në takimin mes Delvinës dhe luftëtarit të luajtur në Delvinë. Ju vazhdoni pjesën tuaj. Ja ku kemi dhe pamjet. Jo, kjo është në Gjirokastër. Kjo është në Gjirokastër. Kjo është ndeshje në Gjirokastër. Gjithsesi ajo që përmenda edhe pak më lart. Pra ka ekipe që në thonjza janë të dobta në letër, që të hapin punë dhe bëhet një kampionat i fortë. Unë po thuaj se kam parë gjitha ekipet e këtij grupi nga që i ndjek në rolin e vëzhguesit dhe kisha bindjen që deri në fund kampionati këto dy ekipe do rivalizonin me njëri tjetër. Oriku dhe luftëtari. Tani me merit, kjo ishte ndeshja finale që u zhvillua këtë javë në qytetin e Orikut dhe aptje me sa pa shumë dhe nga organizimi që kish marrë dhe nga masat që kish marrë Federata Shqiptare e Futbollit, ishte vërtet një finale e këtij grupi. Me këtë ndeshje diskutoj se kush do ditë në krye të grupit dhe kush do vitin tjetër do ngjitet një shkallë më lart do jetë në skuadrat pjesëmarrëse në kategorinë e parë. E pash që kishin dërguar edhe gjyqtar të FIFA-s, edhe po, me qëllim, ishte një ndeshje shumë e rëndësishme. Stem kishin gjyqtar të FIFA-s dhe me sa ndoqëm se ndeshje nuk e pash se isha në ndeshje tjetër, nga rrjetet sociale ajo to që thatë ju, me merit ekipi Gjirokastër mbajti barazimin, duke qenë në krye të klasifikimit me një gol avarazh të mos gaboj plus 17. Jo, në totali ka 50 gola plus 20. Në krahasim me Orikun. Jemi 50 gola ka shënuar luftëtari dhe 30 Orikuni. Të shënuara me të pësuara. Plus 40 plus 50 me 10 dhe 30 me 5. Në bazë të gol avarazhit, pra ekipi luftëtarit edhe ndeshje direkta me... Pra luftëtari ka shënuar 50 gola dhe ka pësuar 10. Po. Dërsa Orikumi ka shënuar 30 gola dhe ka pësuar 5. Diferenca është 15. Po ajo po thënë është 15. Po, logjika kjo është 15. Këtë doja të thoshja edhe unë. Ja dhe klasifikimi që na mundson regjia. Në bazë të klasifikimit me gol avarazh më të mirë dhe është ekipi luftëtarit, me ndeshje direkte të dyja ndeshjet që kanë zhvilluar këto ekipe kanë dalë 0-0, kështu që presim dhe ndeshjen e fundit kësaj faze, me qëllim që luftëtari të marrë atë fitoren, me që se ka brenda këtu para sportdashve se të marrë fitoren e fundit të kampionatit dhe të jetë në krye të grupit duke u ngjitur vitin tjetër në një kategori më lartë. Është merite stafit drejtuese lojtarëve që... Jo, nuk do dalim aty. Jo, doja të thoshja diçka tjetër. Akoma për takimin me Orikun. Okej. Pjesë e parë luftëtari ka shpërdoruar raste në Orikun, është mbrojtur mjaft mirë, pjesën e dytë ka patur edhe mundësi të tjera, por nuk ka dalë të shënojë sepse ishte detyrësia e ambientit atje për të shënuar ata gol sepse kërkonin ata detyrimisht të fitonin përballë luftëtarit që kishte për objektiv barazimin. Profesor Dori, shiko, janë emocionet e ndeshjes që të detyrojnë e do me çdo kusht golin, me çdo kusht. Mund bani një gol pa asnjë pretendim, të shikoj atë golin e parë të Ignatius Diep, pa asnjë pretendim. U bë një krosim, sa e preku topin ai lush, ka gol. Sepse janë të lirshëm, nuk se kanë presionin mbi vete. Unë për vete time, jo në Orik, nuk u falë këtyre që s'kanë shënuar në Delvin. Në Delvin nuk u falë. Barazimi 0-0. 0-0, le të bënin 4 gole, le të ju bënde 4 Delvina. Po, ta të shënonin, sepse nuk diskutohet që si ekip qëndrojnë shumë herë... Cilësitë luftëtari me Delvinën... Me Delvinën janë shumë herë më lartë. Dhe të dalësh 0-0, se kanë dalë edhe në kohën tonë, për shumë një ekip i dobët me një ekip të fortë, po të paktën me gola, barazim 1-1, barazim 2-2, edhe mund të bëjë edhe kundërshtari. Po të mos bësh fare për vetën tënde, unë këtë nuk ja falë. Biseduam atëre, kur më thej që nga Tirana, që nga Tirana. Telefon, sepse ke zemër dhe shpirtin e luftëtarit. 0-0, më ka arru shumë keq që të mos shënojnë. Është gjuna me gjitha të me Zian, me Mërkurin, me që unë si një dhe të tërë këshu, po të pak në ta që njo... Me Vucaj, me Sushon, për luftëtari është të përpjetën një lider, Ramadan po ashtu. Janë lojtarë që të bëjnë gol në çdo moment. Në çdo moment.
Për ato ndeshje, ndërsa me Orikun va falë sepse vetë kanë qenë të tërhequr, nuk kanë qenë si kanë qenë. Po të duhesh fitoria, mund të luani ndryshe. Me Orikun ne morëm maksimumin, ato ndeshëm para. Jo, unë do të shtoja që me Orikun ndeshjen e fundit këta kishin dispozicion dy alternative. Kurse Oriku a gjitha profesori, duhe një rezultat vetëm fitore. Po të kishim neve atë që kishte Oriku, ne nuk do luanim ashtu si që luajtëm. Edhe unë besoj që do kishim shënuar. Pra luftëtari u tregua mbrojtës apo jo? Me gjithë se mua më thanë, presioni ka qenë nga krau Orikut. Kishte futur 4 sulmusa. Po në pamjet parë duket sikur këta janë futur që të bëjnë gola. Jo, është trembur Oriku nga kjo, që janë futur 4. Do të thënë, trajneri Shabani ka ndjekur një strategji, po themi efikase apo jo? Për mua ka luajtur bukur. Ka luajtur shumë bukur me këtë. Sepse Orikumi ka menduar që këta do na hidhen në sulm. Edhe ka menduar për veten e vet. Edhe ata janë të rrequr. Kapitur kur do sulmi apo jo? Kështu që Patim, ky luftëtar që ka rritur deri në këtë shkallë maksimale, gradën e fundit, po themi sepse është me këmbën e djathtë në kategorinë e parë apo jo? Po. Të paktën këtu në Gjirokastër të ka bindur me lojën e tij? Ndeshjet që kam parë këtu në Gjirokastër më kanë pëlqyer të gjitha, përjashton ndeshjen e fazës së parë që kam parë me Orikun. Që ndeshja doli rezultate. Nuk më pëlqeu si ndeshje sepse në atë ndeshje kam qenë vetë prezent dhe nuk pash një sulm të mirë organizuar. Ndoshta që edhe ndikimi që ekipi tjetër është ekipi fort dhe mund të na shënojë, mund të na kundërsulmojë, është e njëjta gjë që ndodhi tani fazën e dytë në ndeshjen e kthimit. Vetëm në atë ndeshje kam parë një luftëtar të dobët, kurse ekipet e tjera nuk kam parë që të hasnin në një rezistencë të madhe karshi sulmeve dhe golave të ekipit të luftëtarit. Ajo tjetër që më ka bërë përshtypje në disa ndeshje, këta kanë zhvilluar ndeshje të bukura dhe të mira, kanë shënuar goxha gola dhe jashtë fushës. 50 gola të shënuar. Por ka patur dhe ndeshje të vështira që kam pyetur më fal pajto edhe kanë shënuar me një gol. Për profesor Dori. Tregon që ka sulm 50 gola të shënuar dhe një mbrojtje solide 10 gola. 0,5 gola për ndeshje. 0,5 gola për ndeshje. Çka tregon? Tregon që e pare ka, domethënë, mentaliteti i ekipit ka qenë të luante në sulm, po pa hequr dorë nga mbrojtja. Dhe kuptohet kur tjetri të sulmon shumë herë, je detyruar të mbrohesh, jo të sulmosh se kishte diçka tjetër se do të shtoja se e përmendi që unë kam vëre që sidomos në fazën e dytë grupi ka patur një përgatitje të mirë fizike. Se po të shikosh kanë luftuar deri në fund të ndeshjes pa në vlerësuar dhe shumë gola kanë ardhur në pjesën e dytë të ndeshjes ose në minutat e fundit të ndeshjes. Kanë përmbysur rezultatin negativ dhe kanë rezistuar deri në minutat shtesë derisa kanë fërshulluar në arbitrin fund. Pra kjo tregon që stafi teknik i ka mësuar. Ka punuar mirë. Themi që ka punuar mirë. Një ndeshje futbolli apo jo? Po. Futbolli nuk luhet 90 minuta tani, luhet 95, 100. Po. Kështu që jo, luhet në nivele të larta, unë jam dakord me ty profesor, po në këto nivelet e ulta, se unë i kam parë, këtu mund të me minuta sakta 95, po realisht në fush 20-30 minuta futboll luhet. Mirë, gjëja dëmtojnë, gjëja ronojnë, ka shumë firo rrugës, kupton se është tjetër nivel futbolli, kurse në nivelet larta diskutohet. Po edhe luftëtari tregoj pak do ndeshje me Orikun ca momente kështu, po themi tërheqje, lodhje, çlodhje, ngriu pak me vonesë nga. Shiko, ato janë mënyra. Ç'është kjo profesor? Janë mënyra për të mbajtur rezultatin. Janë mënyra për të mbajtur rezultatin. Ti shiko Superligën. Bën një gol X ekip mos e përmend, fillon pastaj bie në shesh, sidomos këto ekipet që janë për të dalë nga elita e futbollit, po të jenë në favor, bie në shesh. Aq më tepër mua më ka mërzitur edhe Shkodra në këtë drejtim. Shumë në këtë aspekt. Shumë, domethënë. Pse Shkodra një skenime, domethënë për Vllaznia nuk quhet për të lloj futbolli. Po ja që biles Vllaznia nuk quhet edhe për kundërshtime, edhe për nervozizëm, për këto, por e kam vënë re që
është shfaqur sidomos, domethënë pjesën nga janari e këtej, Fazën e dytë. fazën e dytë, kam parë një vllaznin tjetër. 2025 mos. Kam parë një vllaznin tjetër. Profesor, në kohën tuaj, sepse të diskutosh dhe të kesh në studio është kënaqësi për mua, jeni padyshim embleme gjallë e luftëtarit, keni luajtur për shumë sezone me luftëtarin, keni luajtur dhe me Partizanin, futbolli ateshëm me të sotmin, profesor. Të paktën kur ju keni qenë edhe pjesë e niveleve të ulta, siç është luftëtari aktualisht. Po, është vështirë ta Sintetizosh, ta përmbledhësh. ta përmbledhësh se varet nga situatat, nga koha, nga konteksti, kur ka ndodhur, si ka ndodhur. Edhe për më tepër nga kohë që jetojmë sot në ekonominë Tani e tregut, apo jo? është në Futbolli i ateshëm, që luante luftëtari, i ngjason pak ky sotmi, ose po flasim para 5-6 sezone ku luftëtari shkoi dhe në Europë? një gjë është që atëre futbolli që më i ndershëm. Luash futboll, nuk është se s'kishte miqësira. Në të thotë tolerimet vogla kishte? Tolerime kishte. Po, ndodhte një. Ndërsa Aleanca nuk kishte, Aleanca po themi me Aleanca. me Ndërsa sot, mbase do ta trajtojmë më mbrapa, po unë desha ta thosh janë çik. Në lidhje me skemën e superiores. Atje do ndalim pak më vonë, do më falësh për të pjesë. Rezultatet e javës, pra të javës 21 ishin të tilla. Shkumbini Maliqi 1-0, Oriku Luftëtari 0-0, Devolli me Maliaj 5-1, Delvina Këlqyra 2-2 dhe Butrindi Turbina 2-0, ndërkohë që Tomori ishte pushim. Shkumbini Maliqi, rezultati pritshëm, shkumbini me këtë fitore sigloi matematikisht pajtim qëndrimi kategori. Rezultati ishte i drejtë, edhe Maliqi kërkonte nga ana e tij pikët, sepse Maliqi momentalisht është me 20 pikë. Kështu që shkumbini bëri detyrën, besoj apo jo? Këto janë pothuajse të gjitha skuadrat bën detyrën. Unë isha për së vërtetë isha në ndeshjen Delvina me Këlqyrën dhe u bë një ndeshje shumë e bukur dhe me luftë sportive. Dhe të gjithë ishin me 2-2. Me këtë rezultat Këlqyra pretendon të kalojë 1 pikë para Turbinës dhe ndeshjen e fundit e ka në shtëpi me qëllim që mos të rrezikojë për rënien në kategori e dytë. Këlqyra ka me Devollin. Po. Edhe të njëjtën gjë mesa, siç mirja informacion bënte edhe Turbina në Sarandë që donte me çdo kusht të mirë të pikë, domethënë që ndeshje të fortë. Plus siç që ndeshje e fortë Orikumi me, domethënë të gjitha skuadrat luftojnë me njëri tjetrin. Përjashto me Malia që e ka shprehur biletin. Me Malia dhe të gjitha një fitore një barazim. Po, të gjitha skuadrat luftojnë për ato pretendime dhe vendet që zën. Tani është ajo që se këtu është profesor se ti the mirë është emblem që ne diskutojmë ekipin e luftëtarit në nivelin e kësaj kategorie. Jo. E ka thënë ai me këmbë të tij në fund. Po. Dhe ne na vjen mirë që pas shumë vitesh luftëtarit të ngjitet një stad më lart, të vej atje ku e meriton, se e tha dhe profesor Dori ishin fanellë e rëndë. Dhe në kohën të profesor Dorit 5 vjet që ka ikur nga nuk diskutoheshin këto ekipe nuk ekzistonin në atë kohë, disa nga këto ekipe. Kush ekzistonte? Luzi, Eriku, Maliqi, Devolli, këto ishin, më falni, po, ishin, si është thënë për në lidhje me Shqipërinë, një shprehje gjeografike. Një shprehje gjeografike në hartë, kaq kanë qenë. Sot ndryshoi koha, kështu që ne detyrohet të ndeshim me këto ekipe. S'kam pasur lidhje me futbollin. Ne nuk them se do të ngrihemi neve të bëjmë namin për veten tonë, por që nuk kanë qenë. Që koha kur vërtet ekipi luftëtarit me këta futbollistë ka qenë në elitën e futbollit shqiptar. Që tjetër kohë ne jemi brez tjetër. Si që neve për shembull ne kemi mësuar siç e ka mësuar, po Shkumini po ikën më keq akoma. Edhe Shkumini ka qenë në superiore, bëri emër, 12 sezone bëri emër, erdhi, po këto janë. Sigurojmë mbijetesën me ndeshjen me Maliqin. Jo, këto janë ato, domethënë, si të nisesh të bësh një biznes, e ta lësh në mes të rrugës.
për arsye se nuk ja del dot. Sepse falimenton. Ose falimenton, ose shqesh zoti, shqesh zoti. Po. E kështu kjo punë. E Butrinti tha dhe pajtimi 2-0 ndaj Turbinës. Butrinti me këtë Butrinti rezultat nuk luan këtë javë, e ka pushim. Butrinti me këtë rezultat ka siguruar vendin e 5. Vendin e 5. E ka siguruar vendin e 5. Dhe thëmë do bëjnë ndeshje me Orikun. Kështu i bie? 2 luan me 3 dhe 4 luan me 5. E kanë qik më të thjesht. E ka pak më të thjesht. Atere, renditja është e tillë që luftëtari tashmë me Orikumi 48 pikë, Tevolli 34, Butrinti 33, Tomori 32, Delvina 26. Profesor Dhori dhe ju pajtim vetëm do ndalem te fundi tani. Diskutohet tashmë Maliqi, Këlqyra, sepse në Malia tashmë ka prerë biletën, është në kategorinë e tretë, do të luaj Këlqyra me Devollin. Këlqyra që ka 17 pikë, ndërkohë që Devolli ka, më falni, 34 pikë. është brenda 5-6. Po. Nuk e diskuton. Devolli e ka siguruar. Po e ka siguruar. Shiko, Tomi, ato janë ekipe tradicionale të këtij niveli, të kësaj kategorie. Dhe ata me njëri tjetrin luajnë në vite të ndryshme. Mos si vitin tjetër e kështu me radhë. Po. Unë jam i sigurt. Dhe dojnë ato që thoni juve, ato aleancat, ato... Mos e diskuto fare. Unë do t'i quaja futbolliste luftëtarit e erojnë, dhe këta erojnë duhet respektuar apo jo. Çdo na bëjnë të shtunën, sepse ndeshja do luhet të shtunën në orën 3 në Gjirokastër. Gjitha ndeshjet e kategorisë së dytë janë spostuar për ditën e shtunë. Do ta shohim. Çfarë presim nga luftëtari? Me lojën e tyre të justifikojnë këtë që kanë sjellë. Bëjnë dhe lojë të bukur dhe rezultat. Të kënaqin gjithë dashamirësit. Sepse unë jam i sigurt që atë ditë do ketë shumë dashamirës të futbollit, të cilët ndoshta i kanë ndjekur haptazi, ndoshta i kanë ndjekur në heshtje, ndoshta të tkurë se nuk duan që të zhgënjehen. Tani janë të motivuar për të gëzuar bashkë me sportasit Gjirokastrit. Unë them që nëse është ndeshje e fundit, sigurisht që ekipi Gjirokastër do bëjë një ndeshje të mirë dhe ndaj një ekipi që nuk është se ka ndonjë pretendim, ekipi Shkumbini, dhe është në pak a shumë është një ekip i dobët. Po unë doja të shtoja atë që tha profesor Dori. Sado që luftëtari në të tëra kategoritë, si në superiore dhe në kategoritë parë dhe në kategoritë dytë, më vjen mirë për një grup tifozash ose sportdashi Gjirokastrit që sido që edhe në gjendje më kritike që ka qenë luftari, ata ndjekin. Janë në stadium. Si do dalim sot? Janë në stadium, janë një grup fanatikësh të themi të ekipit luftarit që e ndjekin. Kështu që megjithëse është ndeshje e fundit, mund ta quaj si skuadra ta ketë si ndeshje feste që ta mbylli me sukses kampionatin e kategorisë dytë. Dhe ne ju urojmë Biles për mua do jetë edhe një test. Po? Në lidhje me ndeshjen finale për me grupin tjetër, po. Mund të jetë Iliria, mund të jetë Luzi. Për kush del kampion. Këto mund të jetë Iliria, Luzi. Po, këto mund të jetë. Iliria është në vend të parë. Po. Është 2 pikë mbrapa Luzi. 2 pikë diferencë. Profesor Dori, besoj se e trajtuam pjesën e luftëtarit, ndeshjen me Orikun, me Curinë, tëra me radhë. Shumë interesante e Abisnet Superiore që ty të dhënë dhe të pëlqen, sepse the për vllaznin që nuk më pëlqen. Ajo vllaznin është një opinioni imi. Mua nuk më pëlqen skema. Pikërisht, aty do dalim tani. Dhe ndaj do të thoja që kryesori Egnatia me 35 pikë, Dinamo 54, Vllaznia 52 dhe Partizani 47, 4 javë nga fundi i uljes siparit të Abisnet Superiore. Ndërkohë që Elbasani ka bërë mirë këto javë të fundit. Elbasani ka 2 pikë mbrapa. 3 pikë, po. Atëre, me skemën, çfarë do të thuash? Lidhur me skemën. Lidhur me skemën, unë do mos ik larg. Shikon ndeshjen Dinamo Korçë. Dinamo Skënderbeu. Dinamo Skënderbeu. Skënderbeu Dinamo. Po Skënderbeu Dinamo, si ka, si dyshe. Po. Unë them si dyshe. Pa llogaritur dhe ndeshjet e tjera. Ja dhe regjia na mundson, e falenderoj regjinë që është e gatshme për takimin mes Skënderbeu dhe Dinamos të luajtur ditën. Pse e them këtë? Sepse Egnatia është 55 pikë. Po.
Dinamo, ajo Partizani është 47. Deri në fund, mund të vej që të bëhen 10 pikë, 12 pikë, diferenca midis vendit të parë dhe të katërt. Tani, bëjmë ndeshjet. Ato një ndeshje është. Ndeshje finale. Do të thënë është finale. Po, patjetër. Finale pa të drejtë. Është pa të drejtë në finale. Për mua. Tani, ti mund të kesh lojtar të sëmurë, të skualifikuar. Të skualifikuar në kartonat. Me kartona, me grip, me... Po, si që e thatë ju bërë, të smurë. Tani, vjen ti e fiton ndeshjen. Tërë kampionati ke udhëhequr, ke kryesuar, Tani, puna dhe djesa, i dhe të dhe poshtë. poshtë. Gjëja tjetër, që mund të ndodhi. Tani, luajnë këto, këtë duan të nxjerrin ata. Duan të nxjerrin Tiranën? E nxjerrin Tiranën. I japin pikë ekipeve të tjera, se nuk rrezikojnë për vetë të tyre. E bëjnë skemën për të shtuar ndeshjet, ta zënë. Po, Se 36 takime. ata 36 ndeshje i bëjnë. Fut, ndeshjet e kupës, këto ekipet e mira, se ato do Ja, të... tashmë kemi dhe pamjet e ndeshjes së Dinamos me ata. Jo, Byllys së E Tirana. mirë, po. Më falni, Byllys së Knatja. Po. Jo, me jo, s'është Byllys e... Ajo është Byllys e Knatja. E ka luajtur me të bardhë Gnatja, po. Këto, se më çorientove me kisha për të thënë. Jo, do të ndihmoj unë profesor. Skema e zhvillimit të këtij kampionati është keq. Tani, në lidhje me ndeshjen, këto të katërta që janë në krye të grupit, në krye të klasifikimit, këto janë të katërta për kupën. Po, Do bëjnë gjysmë finalen, do bëjnë dhe finalen. po. Domethënë, Ma dje që nesër. u bën 38. Plus ato që kanë eliminuar, u bën 40. Apo jo? Plus kush që nga se këto ekipe qenë në jo në Champions League, jo Në para eliminatore të para eliminatore, do me 2 ndeshje se cili i ka bërë, u bën 42. 42. 38 ndeshje bëjnë ekipet e kampionatit italian, jo elita, të tjerët. Kampionati gjerman, po kaq. Të kampionatit francez, po kaq. Përse u dash kanë bërë kjo? Cili shtet e bën këtë skem? E ka patur Belgjika, Ka disa shtete, në ka disa time dhe shtete që Belgjika ka hequr, e hoqi, me sa mora vesh, unë kompar. Ka disa Po se ka shumë pak ekipe. Kjo dhe të arsyeja. Si që ka të Shqipëria, 10 ekipe, Po, nga biznes superiore. po mirë, o, Tomi, bëhet, e bën dhe NBA ato Basketbolli. basketbolli. Po janë ekipet aty me pikë më vëlla. S'ka diferencë të madhe pikësh. Tani, vjen puna Elbarsani mund futet në katërshe, mund futet në katërshe. Po futet në katërshe, mund marrë dhe kampionatin. Është e ndeshme do të thuash? Është e ndeshme. Po, Ha? Po. Për mua nuk është ndeshme. si kryeson, ecën, mban flamurin lart dhe pastaj vjen një moment që Jo, për mua nuk është. Është dhe unë jam dakord me profesorin, është një skem që për mua nuk ja vlen, domethënë, është për mua është e dështuar. Për këtë arsye që përmendëm më lart, sepse 4 ekipet e para që gjatë gjithë kampionatit dalin të parat dhe do ndeshen me njëra tjetrën. Dhe kur vjen fundi, fillojnë edhe bëjnë ato tolerimet e tyre tek ekipet e fundit dhe prishet gara. Për mua prishet gara. me ta profesor. prishet Dinamo 4-1. Prishet gara. Këto ekipe Ishte kusurin e kupës. këto 10 ekipe me njëra edhe tjetrën atë atë i ta nuk profesori. justifikoj që bëri Korça me Dinamo. Me njëra tjetrën brenda që një hoqi viti. lojtarët e mirë. E atë nuk justifikoj. Jo të justifikoj Dinamon. Përse? I ruajti për ndeshje? Tani i ka ruajtur për kupaj. Po, ndeshjen e nesër më duket. Nesër Po nesër ka Po. nesër. Unë them prishet gara. Po Me prishet këtë rast, gara. në fund të Mua për kampionatit prishet gara. shembull federata më ka pëlqyer atë vit që është dënuar Ballshi. Ke parasysh? Atë vit ishte për të dënuar edhe Kruja. Ishte për të dënuar. Sepse kur ka vajtur ekipi Korçës, janë rau lojtarët. Para se të fillonte takimi. Para se të fillonte.
ishte për të dënuar. Po të dënonte edhe Krujen, këto nxirrte nga kategoria pastaj do luanin kot ata. 8 ekipet e tjera. Po ke parasysh, Kruja atë vit ka ardhur që vajti Devolli dhe Tani po. Në fund fare. u bë çudia e madhe, fitojmë ne 5-2, ande këtej fitojmë neve në Kruj neve bëm gol, autogol dhe u quajt offside. Autogol dhe u quajt offside. Edhe nuk e dënuan. Pse? Se prishesh gara. Po fundi është interesant, profesor Dori. Tekuta është në vendin e 6 me 34 pikë. Skënderbeu 33, Laçi 33, Bylis 33 dhe Tirana e fundit 32 pikë. Themi gjithmonë 4 javë pas mbylljes së kampionatit. Unë mund të flas, domethënë prap me rezervë, nëse di kalendarin. Unë të jap kalendarin e radhës. Do të thënë ndeshjet e radhës. Të tjerat s'mund të i shpjegoj, do t'i jap dot. Sepse do luaj Laçi me Skënderbeun, do të luaj Bylisi me Vllaznin, Dinamo Teuta që do luaj në datën 6, në datën 7 do të luhet Egnatia Elbasani dhe Tirana Partizani. I bie të jetë java e tretë nga fundi. Për mua këto janë dy ndeshjet më të forta. Laçi Skënderbeu, Edhe Laçi Skënderbeu, sepse Laçi ka Egnatia Elbasani, po, edhe Partizani me Skënderbeu, me kë ka Partizani? Partizani me ka me Tiranën. Po. Tirana Partizani. Po mos harrojmë dhe Dinamo Teuta, se Teuta lëngon është në vendin e 6 ka 34 pikë. Siç janë 5 ekipe që pretendojnë për dalë kampion, janë edhe 5 ekipe që rrezikojnë të tëra. mund të shkojnë Janë fund, aty, rrezikojnë të dalin nga kategoria. Tani Janë shumë afër me njëra tjetrën. 3 me 33 pikë me Sadiu, kush është në fund me 32. 33 ka Skënderbeu, Po. 33 ka Laçi, 33 pikë ka Bylis dhe 32 ka Tirana që mbyll fundin e tabelës klasifikimit. Në Pra javën e janë 5 32. ekipet e para që pretendojnë, domethënë, të futesh Elbasani në valle. Po, javën e 32. Dhe 5 ekipet e tjera që do luftojnë për mbijetesë. Domethënë do bëhet kampionati do jetë i fortë kur të ndeshe me njëra do të tjetrën, ndodhi, sepse atje do prapë të do ketë ndodhi. tolerime. Janë 4 ndeshje. Po. Këtë ndeshje. Me përjashtim të Partizanit, Dinamo ne arrin ndonjë? Jo, Dinamo se arrin, Partizanin arrin. Vetëm Partizani mund të arrijë Dinamo. Mund të arrijë Elbasani. Prandaj ta bëj pyetjen. Jo. Dhe ma të Do me thënë Elbasani nuk e arrin dot. Jo, Dinamo jo. Jo, mund të arrijë Partizanin të futet në 4-she. Partizani po, jo Dinamo të Dinamo jo, Dinamo jo nuk e arrin dot. Po pra, Nuk e arrin dot. Jo. Tani e bëra një çik qartë. me hile këtë pyetje. Do ketë ndeshje të forta Tomi, do ketë ndeshje të ajo që thamë ne, do ketë ndeshje të toleruara. Ndaj themi ne që në fund të kampionatit, në këto kampionate me këtë skem prishet gara. Mos harroni që është Dinamo City, Durrësi. Po. Ndaj të thash Dinamo Teuta. Mirë, profesor, ju natyrisht që jeni në dijeni dhe e dini këtë lajm, po do ta quaja, jo lajm, po është vërtet një lajm historik. U17 do luajnë në Shqipëri Po, kampionati evropian. u dhe shorti. Po dhe shorti. Madje janë ekipe fera, po jo, për ekipin kombëtar. Ç'mendoni, si është mendimi tuaj? Kemi Shqipëri, Francë, Portugali, Gjermani. Grupi A. Shqipëria do të luajë në datën 19 maj me Portugalin. Dhe kampionati mbyllet në datën 1 Përveç tetor. faktit pozitiv që neve marrim përsipër të realizojmë një event të tillë, unë do thoshja që është një çik hap i nxituar, sepse futemi në garë pa u provuar, pa u testuar. Ata që do vinë këtu, Gjermani, Francezi dhe... Thjesht 2 ndeshje miqësore ka bërë ekipi kombëtar Po vitet e fundit. more ndeshjet miqësore janë ndeshje miqësore. Italiani Tedesco mbase do nxjerrna më nga ti në një as që të paktën Shqipëria mos të dali, po themi, me 0 pikë, se kemi rival të fortë, siç u thash. Po janë, prandaj tash, ata pavarësisht, ata nuk kanë vinë kot, vinë sepse kanë ndarë në krye të grupeve ku kanë marrë pjesë. Po. Ne marrim pjesë për hir të organizimit, siç merr pjesë Amerika, Meksika, Kanadaja në kampionatin botror. Po. Vetëm pse organizojnë.
Jo, unë do të shtoja në lidhje me këtë kampionat dëshmëri të Federatës Shqiptare të Futbollit, që ka lobuar fort ato të organizuar një kampionat të tillë. Duke qenë se vitet e fundit Federata Shqiptare e Futbollit dhe qeveria shqiptare Tomi kanë bërë investime në fusha, në stadiume, në këto dhe disa stadiume të Shqipërisë plotësojnë kushtet për të organizuar kampionate të tilla. Dhe unë them se është një gjë pozitive, pavarësisht se ne do të ndeshemi me skuadra që theti që janë shumë të forta dhe kanë shkollë futbolli. Por megjithatë unë shikoj një aspekt pozitiv që pavarësisht se këto skuadra janë të forta, zhvillimi i këtij kampionati i bën mirë futbollit shqiptar. Jo vetëm në aspektin e reklamës, që në Shqipëri organizohet një kampionat evropian U17, po dhe në aspektin e futbollistëve. Do me thënë që ne pretendojmë futbollistë elitar të U17-s që në të ardhmen të jenë baza e ekipit kombëtare, pse jo të jetë një trapolin për të luajtur në ekipe më të forta të Evropës. Kështu që unë mendoj zhvillimi i këtij kampionati është një risi pozitive për futbollin shqiptar. Unë në veçanti përgëzoj klubin e Knatia, presidentin, i cili ka bërë atë stadium që është në parametrat e ekipeve, do me thënë stadiumeve të botës, për të zhvilluar vendet të tilla. Dhe kjo më jep të kuptoj që, prandaj thash pak më përpara, do me thënë që ka biznese që fillojnë edhe bien, falimentojnë. Me sa duket ai e ka marrë shumë seriozisht këtë punë dhe është në linjën e tij. Është në rrugën e duhur, në korsinë e duhur. Është në rrugën e duhur. Dhe Partizani ka bërë një stadium të mirë. Jo, mua nuk më pëlqen fare. Mbase është ka Partizani, ta pas. Nuk e di, është tapetin, nuk e di qofsh e gabor patin. Tapeti mos është sintetik? Sintetik. Po si mund të lejohet të luash në tapet sintetik? Kampionat kombëtar. Jo vetëm me fushë, por shumë fusha sot, profesor, janë me zhvillojnë ndeshjet edhe në kategorinë e dytë, në tapet sintetik. Kategorinë e dytë le të bëjnë edhe në baltë, më, nuk mund të bëjnë. Jo, tani kanë filluar i bëjnë me tapet sintetik. Mirë, dakord. E kam fjalën te kjo, si mund të ka ndonjë në Itali me tapet, në një fushë shumë pak. Në super shumë pak. Në kategorinë në Serina jo. Unë them në Serina. Jo, në Serina jo. Në Gjermani, në Francë. Në asnjë nga kampionatet elitare nuk ka me fushë sintetik. Edhe në tjenin time nuk ka. Edhe në kampionatet ku është moti i ftohtë si në Hollandë, në Skoci, në këto asnjë në elitë me tapet sintetik. Ajo përveç se nuk kërcen topi siç duhet, ka të tjera kështu. Po nuk mund të rëshqasësh. Plus ka dëmtime të futbollistëve. Ka dëmtime, po. Atëherë natë mirë, profesor Dori, faleminderit për mendimet që dhat, faleminderit pajtim, natë mirë dhe mirë takofshim të martë ardhshme.